Mirëmbrëma të dashur miq. Ritakohemi sërish bashkë ditë e mërkurë sot dhe ne kemi mbërritur sërish, nuk do t'i ndajemi patjetër petkut të showbizit, do të vazhdojmë të ngelemi në showbiz sepse në fund të fundit patjetër që programi jon ngelet rozë dhe ne do të jemi gjithmonë duke trajtuar tematikat e showbizit, patjetër me personazhe të shumtë. Por sot kemi vendosur ta zbusim pak duke dalë përtej petkut të një personazhi. Do të ndalemi? Do të ndalemi miq tek një tematikë e cila godet patjetër personazhet e njohur, influencën që ata kanë tek të rinjtë e sotëm. Si ndikojnë ata pozitivisht, negativisht, favore, disfavore që patjetër japin. Faktikisht në lart e poshtë kemi diskutuar e kemi folur vazhdimisht për personazhe MNZ të njohur të tregut ton muzikor shqiptar, por në këtë rast ne menduam, sikur se tha dhe Angeli, vetë dilin përtej zonës jo komfort, po ndoshta të asaj që kishim fokus personazhe. Ne kemi zgjedhur personazhe realisht shumë cilësor, që përcjellin një mesazh, që japin një feedback, që transmetojnë, kanë diçka për të treguar dhe për të rrëfyer nga jeta e tyre. Por sot ne menduam që nëpërmjet zërave që qarkullojnë lart e poshtë, të ndajmë podcastin ton me të ftuarën Anora me një psikologe shumë të mirënjohur në fakt, shumë profesioniste dhe patjetër që do jap gjykimet e saj, siç di Anora gjithmonë t'i jap me profesionalizëm. Faleminderit Anora që je sonte këtu me ne. Faleminderit, mirë se ju gjej. Si ndikon Anora? Besoj që për faktin që vetë psikologe je dhe je koeshente dhe je në alarm, në alert gjatë gjithë kohës për të rejat e fundit që ndodhin lart e poshtë në botën aktuale që ne jetojmë, po pa dashur ti ndoshta profesioni nuk të lë aq shumë të kesh fokus në media roz, por nuk i shpëtojmë dot askush për të pa dëgjuar se çfarë bëhet lart e poshtë. Ajo që shqetëson më shumë personazhet e njohur tek të rinjt, domethënë si e kanë këtë influencën, domethënë ti si psikologe si arrin ta dallosh këtë? E dalloj nëpërmjet takimeve që kam me të rinj dhe adoleshentët. Aty kuptohet çfarë qasje kanë ata me botën e showbizit, me mënyrën se si e kuptojnë ata, me mënyrën çfarë ata ju përçojnë dhe kryesisht me mënyrën si identifikohen nëpërmjet tyre, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Të rinjt dhe adoleshentët tashmë nuk modelohen dhe nuk ndërtojnë modele vetëm nga prindërimi, nga familja, nga shkolla dhe shoqëria, por edhe nga personazhe të rëndësishëm publik. I marrin si një rol model për t'i ndjekur. Po, pikërisht kjo, sepse kthehet në një model, ka herë që ato janë modele shumë të mira, modele suksesi, modele të shëndetshme, mënyra se si duhet të ndërtojnë stilin e të jetuarit, mënyra se si ato të ndërtojnë strategjit për të përballuar vështirësitë të caktuara, sepse ka shumë personazhe të cilët janë publik që ndajnë me audiencën e tyre edhe nëpërmjet jush media sociale natyrisht, si kanë kapërcyer sfidat e tyre, si ja kanë dalë mbar. Dhe këto janë histori shumë të mira. Ideja është që jemi pak më konkret, më konkret, më të përmbledhur dhe për të goditur realisht aty ku ne kemi ku është fenomeni. Konkretisht, si spikar dhe ku i kupton ti këta adoleshent që kanë varësi, kanë një lloj influence, kanë një lloj ndikimi, varësie, posedimi nga këta këngëtar që i mbërthejnë fort mbas vetes së tyre, të rinj. Konkretisht, nëse në një seancën tonë ose në ambientet institucionale shkollore, kur ti bën aktivitetin tënd, zhvillon aktivitetin tënd, si kupton, ku i nuhat, ku i kupton ti këta adoleshentë të rinj? Edhe vajzat e djem qofshin to. Shiko, duke qenë se tendencat për të poseduar, për të pasur rrjete sociale janë tek të gjithë adoleshentët dhe varësia që kanë nga to është e lartë. Dhe nga ana tjetër, bota dhe qasja se si ne i shikojmë dhe i perceptojmë gjëra ndikon shumë nga realiteti virtual, nga ajo çfarë na serviret dhe si nga serviret. Nuk është shumë e vështirë për të kuptuar se sa realisht janë të ndikuar, që nga mënyra si flasin, si sillen, si këndojnë. A janë bravo, a janë tekstet aktuale, muzikore, një fenomen, një ngacmus, një indikator shumë i rëndësishëm për të kuptuar nëse ky adoleshent ose adoleshente qoftë ka një lloj varësie nga tekstet vulgare, jo brutale, të vrazhda, jo etike, jo të duhurat për moshën dhe kategorinë moshore që ata kanë që i përkasin, është kënga një referencë shumë e mirë që ti mund të kuptosh që ky adoleshent ka prirje që të bëhet, po themi,
kriminal ose tekstet tona thuhet, nuk e di se sa e konstaton edhe ti si psikologe, është që një person për shembull mund të japi një lloj verdikti në varësi të muzikës si preferon. Domethënë një fëmijë i cili është i prirur të dëgjojë një muzikë më të lehtë ose një muzikë e cila patjetër që jep këto mesazhe sensibilizuese, presupozohet edhe mendoj që mund të bëhet një fëmijë mirë, ndërsa një fëmijë i cili rritet pak me ato zhanerin e rrugës edhe pëlqejn patjetër këto muzikat cilat mund të jenë patjetër jo dhe aq të mira informuese apo edukuese. Domethënë, është e vërtet kjo në optikën e një psikologu? Patjetër që po. Përvoja klinike të bën të kuptosh që adoleshentët dhe të rinjt nëpërmjet artit formohen. Dhe kur arti është i mirë, pozitiv, krijues, ndikon shumë pozitivisht në zhvillimin e personalitetit dhe asaj çfarë ata shfaqin dhe mënyrën se si e kuptojnë botën, se kjo është shumë e rëndësishme. Duke qenë se aty nuk ka një etiketim të parandalimit, nuk ka një censurë, nuk ekziston një censurë shumë profesionale për parandaluar të gjithë të rinjt, këta adoleshentët, kundrejt këtyre pamjeve ndoshta jo pornografike, por edhe jo edukuese, jo të rregullta, jo etike, jo formale. Prindrit në këtë rast çfarë bëjnë? Roli i tyre kush është? Prindit në këtë rast shqetësohen. Është pikërisht momenti kur shqetësohen. Unë nuk dua të bëj unë domethënë sot nuk dua të zhvilloj një seancë psikologjie në klinikën tënde. Interesi im është domethënë këta të rinj ndikohen absolutisht nga ky target group moshe, që do me thonë janë ose target artistësh, që janë këngëtarë, sigurisht, aty është influenca më e madhe. Këta e kanë, nëse depërton, nëse arrin muzika të depërtoj kaq thellë dhe në mesazhe, kjo i bie që ata lën librat edhe Lola, duhet të kuptojmë diçka që një muzikë që nuk është edukuese, që mund të jetë dhunuese, që mund të jetë me përmbajtje banale, siç e thatë ju, ose por duhet të kuptojmë. Ke bërë aty djalë asaj vajzës çfarë muzikë dëgjon e para fare një herë. Ajo që dua të them është kjo, duhet të kuptojmë. Kur ndikimi është kaq i madh, kemi në adoleshentin dhe të riun një boshatisje shumë të madhe emocionale, që ky boshllëk, ky boshllëk mbushet pikërisht me këtë ndikim. Negativitet, po. Kështu raste personale, ka një djalë ose një vajzë që ti ke marrë pa thënë emra fare konkretisht, që e ke shqyrtuar dhe e ke parë, e ke prekur nga afër këtë lloj fenomeni që ka ndikuar nga rrjetet sociale. Duke nisur nga kjo që Gjiliola po thotë që operacionet plastike, të dukurin bukur, të shiturin e imazhit kaq perfekt, kaq simetrik, kaq të rregullt, është tendenca e perfeksionizmit shumë e lartë. Dhe pse vjen kjo? Vjen sepse kështu ndoshta ne jemi edukuar ndërbreza. Kush është i ri, kush është i bukur fiton më shumë. Kush është një vajzë më e bukur, do të eci më shumë në karrierë dhe kështu ka rezultuar në shumë raste, por jo në të gjitha. Dhe ne këtu duhet t'i edukojmë. Konkretisht, atë ka ardhur në një nën të ka thënë, "O Nora, të lutem më ndihmo sepse djali im ose vajza ime ka krijuar varësi nga një X fenomen, e krahason veten me X këngëtar, e krahason veten me X protagoniste pjesëmarrëse në një emision show spektakolar që janë këto, edhe ka krijuar varësi, ka dëshirë të jetë pjesë atij programi, programacioni e të tjera si këto. Të ka ardhur në një rast i tillë kështu apo s'të ka ardhur? Apo vetëm unë i dëgjoj këto muhabete motor edhe jam alarmuar. Jo si jam alarmuar fare. Si është muhabeti? Të ka, do thotë shoqë më ndihmo se jam në hall me çupën time, si do i vej halli kësaj. Të ka thënë apo jo? Se më lovë duke folur bukur. Se di shi ekselente për të folë bukur. Por ç'është është? Ma bëj. Jo, s'e pres. Nuk e pres fare. Jo, ta më tregosh rastin. Shiko, të vazhdoj? Po, patjetër. Okej. Juve vetë besoj që keni qenë pjesë e një emisioni goxha të ndjekur, që ka influencë shumë të madhe tek të rinjt, edhe jo vetëm tek të rinjt, po të gjitha audienca që ju ka ndjekur. Ke menduar në një moment që, për shembull, si mund nëpërmjet teje, si mund ta përçosh tek adoleshentët e të rinj? Po, e kuptoj, po në rolin këtë rast jam unë gazetarja dhe bëj vetë pyetjet unë këtu. Unë po them, të ka ardhur nëna që të ka thënë, "Ore, këtë çupën do ta bëj si kjo. Kjo çupa ime nuk duhet të ndjeki këtë figurë."
Konkretisht ka ndonjë rast kështu ti? Se unë Patjetër, përgjegjësitë e mia mbi supe i kam mbajtur dhe i kam mbajtur dhe vazhdoj t'i mbaj. Po. Se jam e aftun për këtë gjë dhe nuk e vën diskutim. Se shqyr zotit edhe pse mund të marr pjesë në një format të tillë ose të atill ose në Big Brother apo kudo ku qoftë, unë e justifikoj veten time se e kam aq formim sa që e di që kjo gjë nuk duhet bërë këtu se kështu është. Po. Unë po dua të flas se sa i moralshme jam, unë po them, mos fill rasti në fjalë të kësaj gjës që nuk i pëlqen kësaj mamit në shtëpi, kësaj nënës dhe i ka ardhur majt hundë zemra ime se e shikon çupon që po abuzon te skashmërisht, s'ka çfarë të bëj më, nuk ka më fuqi të merret me të, se është adoleshentë se janë kokë fort këta, dhe ta ju kërkojnë ndihmë tek ty. Ka rast apo s'ka, kaq më tregon mua. Patjetër. Çysh ka qenë ajo rasti? Rastet e nënave me fëmijët adoleshent janë goxha, si të thuash, të rënduar emocionalisht. Fillimisht janë prindrit, ata të cilët janë shumë të alarmuar. Këtyre u duhet gjë normale, shumë të po, shqetësuar, patjetër. sepse adoleshenti kupton që unë jam në një proces, si të gjithë të tjerët, si të gjithë bashkëmoshatarët, të gjithë e bëjnë, të gjithë sillen kështu. Nuk është asnjë Bëjnë gjë e krahasime. keqe. Po, sepse Bëjnë ata paralelizime. sepse çfarë ndodh, vetë qenia njerëzore kur krahasohet e shpërndan ndjenjën e përgjegjësisë dhe të fajit. A ka sot një personazh publik, qoftë këtu nga O, unë kam që shpaqur ja të them si pyetje, po. që ndikon pozitivisht tek të rinjtë sot. Domethënë këtu mund ta themi se është një rast pozitiv. Domethënë kë vlerëson ti tek artist shqiptar, tek pjesa e medias, kinematografisë që sot përcjell mesazhe të mira tek të rinjtë. Edhe ti si psikologe patjetër që e ke vërejtur këtë pjesë. Po. Kush është ky personazh që ti e vlerëson? Shiko, Nëse është e lehtë përgjigja. patjetër. Shumë e lehtë Edhe është përgjigja. Patjetër. Të bëjmë të vërtetë. Patjetër që po. Rastet kur, për shembull, nëpërmjet këto janë raste që janë shumë raste që adoleshenti duket sikur ndihmohet ekskluzivisht nga historia që ka dëgjuar nga një personazh VIP i caktuar, qoftë kjo në një show mediatik ose nga një artist i caktuar i cili zgjedh ta ndajë me kanalin e tij personal, me ndjekësit edhe me Këto janë raste pozitive? Do them, ke të këshillimit, në një X ose Y, në një vajzë, në një djalë që është i përket tregut tonë shqiptare dhe po merr një ndihmë, një këshill, një asistim nga ana jote. Je në mbikëqyrje apo s'ke fare? Domethënë të vinë tek ty adreson apo nuk adreson? Pa përmendur emra po them. E pohoj në fakt. unë në fakt këtë po pohoja. Shumë mirë shqyr. Ja, Allah, shqyr e zon. Pra nuk është se ka një ndasi, që do të thotë patjetër që edhe ka pasur raste. Shiko. Tilla. Mua di çfarë më gëzon dhe çdo profesionist të shëndetit mendor, po jo vetëm, çdo profesionisti që jep, qoftë një mjeku, qoftë një psikologu, sociologu, psikiatri, intereson suksesi që ka pacienti në fund. Sa ja Po, del ai. ti e shikon këtë si formë paragjykimi, këta e kanë si kompleksitet në vetë që pse ta themi ne që kemi nevojë për psikolog, kur ne jemi shumë mirë dhe e gënjejmë, se molla e kuqe nga jashtë e krim nga brenda e kalbur. Është kjo apo nuk është? Ka shumë raste. Është apo s'është? Sipas edhe të gjithë diskutimeve, sepse ne jemi dhe grup psikologësh që bëjmë supervizime dhe kemi të detyrueshme për ta bërë këtë gjë, ka raste që mund ta kenë marrë ndihmën psikologjike, por asnjëherë nuk e kanë prononcuar dhe kanë menduar të ndajnë me audiencën e tyre që ka ndalë vetë. Për dhënë dhe një mesazh për nënat, baballarët që po na ndjekin, për ta mbyllur. Për të gjithë prindërit. Flasim këtu edhe nga eksperienca kombinuar e jotja jetësore si nën, patjetër dhe si profesioniste. Cili do të ishte mesazhi që do doje të komunikoje për gjithë audiencën tonë? Prindërimi është një rrugëtim i bukur. Hera herës është i vështirë. Por duke e dashur fëmijën, duke mos e marrë për të mirëqen, duke ja respektuar çdo detaj të temperamentit që ai ka, atëherë do dim ta bëjmë këtë përgjegjësi të madhe që është të prindëruarit në mënyrë më të mirë, duke e vlerësuar fëmijën dhe duke e dashur me të vërtetë, duke e dashur realisht për atë çfarë fëmia është, jo për atë si e duam ne fëmijën tonë. Shumë mesazh i bukur, kuptim plot, shumë domethënës dhe patjetër urojmë që të ketë shkuar në veshë të duhura, edhe të merret ky patjetër sensibilizim për gjithë. Faleminderit shumë Anora për këtë intervistë, ishte shumë informuese, unë realisht kam super dëgjuar me vëmendje dhe jam i sigurt që edhe për audiencën tonë do të ketë depërtuar në mendje të zemrat tuaja. Patjetër që po, gjithmonë pa filtra. A më lejoni t'ju bëj edhe një urim për mbylljen e këtij viti? Po. Unë e para njerë më vjen mirë që ju gjej në këtë studio të bukur. Po.
unë ju njoh juve, ne kemi marrëdhënie edhe për te këtij podcasti kaq të bukur që ju e keni realizuar. Po, edhe ju më keni thënë diçka para ca kohës që ju e kishit planifikuar apo jo? Këtë histori suksesi. E kemi manifestuar, le ta themi kështu goxha. Wow, E kemi komunikuar edhe me Anoren. Unë tani shi realizoj se nuk e ndonjë gjë, kam ndonjë gjë më të madhe se kaq. Po çfarë kuptojmë me këtë? Kuptojmë që nëse duam diçka, edhe përpiqemi të bëjmë më të mirën. Ja ku e kemi, siç e keni dhe ju. Dhe unë prandaj dua t'ju falenderoj me gjithë zemër për ftesën që më bërët sot, edhe pse Gjiliola ishte donte ato gjërat e saj shumë specifike si gjithmonë. Është një gazetare, je vërtet një gazetare shumë e mirë. Faleminderit shumë. Edhe padyshim, të dy, padyshim jeni shumë të mirë. Uroj që të bëni më të mirën tuaj gjithmonë, siç e bëni. Edhe uroj që viti 2026 t'ju bëj të lumtur, ashtu siç ju e doni dhe kërkoni shumë të shkoni drejt saj. Faleminderit Janë fjalë që jo vetëm të ardhura nga një psikologe që vlen shumë, por të ardhura kështu edhe nga një person që kemi shumë afër zemrës. Faleminderit shumë vërtet. Shumë kënaqësi, po shumë kënaqësi që ndam sot. Kënaqësia ishte edhe për mua. Pra miq, kështu do japim fund edhe kësaj puntate, e cila va diskutim që ishte tejet informuese, duke ju lënë takim si gjithmonë në takimet tona të radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.